Dëmi më i madh që shkakton përdorimi i kokainës nuk është vetëm në shëndet, nuk është vetëm shëndeti mendor, shëndeti emocional, shëndeti fizik, nuk është vetëm pagjumësia, nuk është vetëm lodhja që ke gjithmonë, nuk është vetëm raporti familjar, nuk është vetëm dëmet që të bën në familje, nuk është vetëm dëmi që të shkakton në punë, në biznes, mënyrën se si ndryshon në punën tënde, mënyrën se si transformohet korrektësia jote dhe të gjitha cilësitë e mira të tuat, fillojnë edhe zhduken gradualisht. Dëmi më i madh që të bën përdorimi i kokainës është që dëmton anën shpirtërore. Ndihesh i lënduar, ndihesh i plagosur nga ana shpirtërore dhe nuk e kupton pse. Tesh dëshirat për të planifikuar ditën tënde, javën, muajin, jetën tënde. Tesh dëshirat për të planifikuar një të ardhme më të mirë për veten tënde, për familjen tënde. Dhe dëmet në anën shpirtërore që të bën kokaina janë dëme shumë të mëdha sepse nuk e kupton. Ndihesh keq, ke shumë vuan nga ana shpirtërore, ndihesh keq, mirë po nuk e kupton pse. Sepse dëmi më i madh që të bën përdorimi i kokainës të lëndon shpirtin dhe të heq dëshirën për të jetuar. Rri i pastër dhe kujdesu për veten.